Thelbësoria është kuptimi i rolit dhe figurës të avokatit së pari nga ata që drejtojnë seancën që thajtë. Pra, është detyrim ligjor. Po, detyrim ligjor. Dhe kjo është më shqetësuesja dhe më emergjentja që ka një frym denigrimi, që trajtojnë avokatin njësoj bashkë me të pandeurin. Dhe kjo është e tmerrshme. E para, e dyta, Kodi penal thotë që kushdo që konstaton një vepër penale ka detyrimin që të bëj kallëzim. Dhe avokati ka konstatuar aty një falsifikim, një mospërputhje, një deformim të provave dhe ai nuk thotë gjë tjetër vetë se do bëj kallëzim. Dhe ajo që është kryesorja, që është shqetësuesja, mbi të gjitha është qëndrimi indiferent i KLP-s, inspektorit lartë drejtësisë dhe i titullarëve të drejtësisë. Pse? Sepse sot duhet kishin vënë alarmin. Nuk është problemi për të dënuar ose vënë para përgjegjësisë një prokuror apo një oficer policisë gjyqësore. Ktu është për të vënë para përgjegjësisë linjën që mbahet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse do vazhdohet kështu, po ju a them që nuk do ketë më procese. Dhe nëse dhoma avokatisë mori vendim që të bllokojë, bojkotojë proceset penale, në qoftë se do jetë prapë kjo frym, nuk do zgjidhet ky problem, se nuk është problemi, siç e thash, për rastin konkret. Këtu është problemi më i thellë, është për trajtimin dhe për kuptimin dhe funksionimin e drejtësisë dhe veçanërisht drejtësisë penale, që është palë i domosdoshëm dhe i nevojshëm avokati. Dhe në qoftë se do vazhdohet kështu, nuk do ketë më as proces penal, as civil, as administrativ. Kaq di të them. Unë jam shumë dakord me ju dhe dua ta shtoj që mi qenë se... Nuk zgjidhet, edhe kjo, i merret e thrasin avokati një ditë më mrapa, i kërkojnë të referojë çështjen, referon çështjen dhe i thot mbaruam, ndërkohë që mbaroi thot si mbaruam, unë erdha nga Tirana, më ke thirr ditën e pushimit, thot po mbaruam, po prit se s'kam mbaruar unë, se do bëj kallëzimin. Atëherë çohet oficerja policisë gjyqësore, edhe merr telefon dhe masi vjen mas një gjysmore, një orë e ndalon. Kjo është e tmerrshme. I merr dhe celularin, pse? I merr celularin e para pa një akt sekuestrimi, pa një vendim, e para dhe dyta pse? Që të kërkojnë në celular të gjendojnë gjë tjetër sepse e din që ato janë qesharake, ato akuza. Po jo, celulari i avokatit është i mbrojtur se ka marrëdhënie mes klientit. Absolutisht. Ka privatësinë e tij. Jo vetëm aq, në kuadrin e asaj që ju thonë. Edhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Fryma e mentaliteti është që të krijohet paktën bindja ose ta mësojnë të tërë gjyqtarët e Republikës së Shqipërisë që prokurori është i barabartë me avokatin në sallën e gjyqit. Prokurori është ushtruesi i ndjekjes penale pavarësisht është fryma që në shkollën e magjistraturës që është futur. Kalojmë një sekondë para se të kalojmë te zonja. Jo avokatit lutem, sepse po unë kam thirrë avokat, unë jam zyrë avokatie pse. Nuk jam drejtori i avokatëve. Kryetari i avokatisë. Avokati, ai ka dalë nga burgu, ishte në televizion tjetër. Po doj dal, po mos dal. Nuk ka rëndësi. Nëse del ai, jo avokatit. Jo, ai do të dalë dhe për i gjë, se kemi ardhur këtu 3 titullar, një edhe është kur unë personalisht kam vajtur në mëngjes për ta dëgjuar dhe i kam thënë këtë shprehje. Të lutem, do më thuash ngjarjen reale në detaje dhe më pak se të takon. Dhe më shumë do t'japësh, do më pasqyrosh pozicionin e oficerit policisë dhe gjyqësore dhe të prokurorit që ta dim dhoma avokatisë për të mbajtur qëndrimin. Dhe ai ma ka shpjeguar në detaje dhe është një djalë që është shumë serioz, edhe avokat shumë i mirë, asnjëherë s'ka pas probleme. Aty është një seancë e cila ka zgjatur disa orë. Ne dëgjojmë vetëm 1 minutë të debatit. Besoj që duhet jetë momenti kulminant, sepse edhe gjyqtarja duket e karikuar, pra ndoshta mund ta ketë kundërshtuar disa herë avokatin. Me ky që fshihet tani avokati, që nuk del këtu. Po ç'kia me ata? Jo, pritë kam unë punë. Edhe ky që fshihet 1 minutë. Edhe ky që fshihet diçka ka, se nuk është kot. Ja ta vazhdoj tela. Jo, por, të lutem. Tela. Jo. Pa i thot hyra një herë kot, ty prap kot thot. Po ne nuk e futim burgur. Jo ti. Ja e dëgjoj një prokurori tjetër e një rrethi tjetër. Po le ta futin atë punë pas ka pas. Tani. Ne dëgjojmë atë audio dhe do i referohemi asaj. Pra fraza që po thoshte avokati që do merren personalisht me ju,
Shtjellohem më tej. Shtjellohem më tej dhe thoshte që do ju kallëzoj penalisht sepse po manipuloni provat. Çka ndodhur? Janë arrestuar disa persona në datë 13, 14 persona dhe kanë qenë masën e arrestit. Njëri prej personave që mbrohen nga avokati akuzoi ndër të tjera dhe për kundërshtim me dhunë ndaj punonjësve të policisë. Dhe demonstrimi i shkruar në relacion ishte që është filmuar duke kundërshtuar me dhunë. Dhe avokati këtë thoshte që ju nuk e keni provën që klienti kundërshton me dhunë punonjësin e policisë. Kështu që për këtë arsye konsiderohet manipulim prove dhe për këtë arsye unë do merrem me ju. Pjesa tjetër që vjen më pas është mënyra se si reagon gjyqtarja. Ky është më e rëndësishmja, sepse prokurori në këtë rast është palë me oficerin e policisë gjyqësore. Reagimi më tej ka qenë i oficerit policisë gjyqësore. Domethënë, ideja është u bë avokati të na kundërshtoj neve, u bë avokati të na vënë dyshim këtë që po bëjmë ne. Ky është esensi se si janë marrë. Prandaj ka reaguar oficerët e policisë gjyqësore më tej. Prandaj janë marrë me ndalimin e avokatit për treguar që deri ku e ke ti dhe sa të fuqishëm jemi ne. Po kjo është e palishme. Pa diskutim, por në gjithë të histori është gjyqtarja që bën përshtypje, sepse gjyqtarja e rrit tensionin në seancë. Gjyqtarja thot pusho, është paralimi i fund, do të heq ty. Fjalën kanosi gjyqtari artikulon. Do të heq ty dhe do marrë një avokat nga këta kryesisht. Dakor? Ky është thelbi dhe kjo ka bërë, themi që, të gjithë, ndoshta gjithë opinioni të bëhet palë me avokatin. Thua ti dhe e thonë këta vetë, me që ti e hape, duket sikur gjykata është kthyer në noter në Shqipëri, sidomos në këto raportet me Spakun, duke dhënë të drejtë çdo kërkesë të prokurorëve, veçanërisht të Spakut. Se janë rastet kur gjykata rrezon një prokuror të Spakut, sa janë ndihmë, mbase nuk dim shifra saktë, por ka një trend të dukshëm që gjykata sigurisht inferiore në këtë plan. Jo, unë e kam thënë vazhdimisht që ka një problem shumë të madh me gjykatën shqiptare. E para nuk kupton në aspektin penal, nuk kupton sistemin, që jemi sistem akuzator. Do të thotë ka përballë dy palë, një palë që akuzon dhe një palë që mbrohet, dhe nuk është sistem inkuzitor. E para, e dyta, bëhet palë me prokurorin. Dhe e treta, ka frikë të zbatoj ligji dhe është bërë trime të shkeli atë, këtë se kuptoj. Shumë të guximshëm. Sepse ka i postulat të atyre që kanë qenë afendikojnë të drejtësisë shqiptare dhe në gjithë botë që thonë që juristët janë njerëz më frikacak se njohin konsekuencat e ligjit. Kështu që këta gjyqtarë, këta prokurorë shkelin ligjin kaq hapur dhe nuk kanë frikë, kjo do thotë ata kanë një siguri diku. Që po ta shkelin në favor të prokurorisë nuk i gjen gjë. Po ta shkelin në favor në disfavor të prokurorisë i gjen gjë. Kjo është. Duke, domethënë, ka dhe një lloj trashëgimie në këtë histori, përgjithsisht për proceset penale. Domethënë, nga 45 këtej, po themi nga 66-67 që Enver Hoxha i hoqi fare avokatët. Edhe tha, si donte Shakespeare-i, do t'i dua unë avokatët, dhe u hoqën, pra s'kishte më avokat në sistem. Po si kem në përkëmb, tha se më prishin punë. Dhe politika penale e zhvilluar nga andej, por edhe këto 30 vite, e trajton avokatin penalist si kur është viktim, bullizohet, në gjithkohon konsiderohet edhe më i keq se sa ai që po mbron, por ti po mbron fajtorin. Kjo është ideja që ngrihet dhe prandaj prokurori penalist ka prokurori penal, domethënë ai që merret me çështje direkte penale me autor të kriminal, ai ka suportin e akuzës shtetit, ndërkohë që edhe gjyqtari në shumicën e rasteve bëhet palë me prokurorin. Dhe këtu pastaj vim te kjo pjesa e Spakut, domethënë ajo gjëja që u tha ndoshta në ndërgjegjen e Dumanit që çfarë themi ne bën prokuria, bën gjykata dhe ndoshta u keq kuptua, realisht po ndodh. Domethënë po ndodh proceset penale, po ndodh përveç Spakut dhe GKO-s edhe në gjykatat e tjera. Pra gjithmonë fryma që i pandehur dhe avokati janë për të moshiruar, janë nga ana tjetër dhe ne me gjyqtarin jemi një palë dhe veprojmë për të mbrojtur të drejtat